Profesor, e tham që të flasim për një sektor shumë të rëndësishëm, siç është sektori i turizmit. Edhe morëm shkas edhe nga panajiret që janë zhvilluar kohëve të fundit pikërisht me këtë qëllim. Panajiri ndoshta i fundit që kemi pasur si më aktual, e kishte edhe më shumë për qëllim turizmin vendor. Si jemi në këtë aspekt? Mirë, sigurisht ashtu, sigur edhe ju që thatë, turizmi është një prej segmenteve më të rëndësishëm të një vendi. Është prej sektorëve që mas shumti i jep zhvillim, është prej sektorëve që importi i saj është i mirë, për dallim nga sektorët e tjerë, për shkak se turizmi kur importon para, për dallim nga mallrat të tjera, të cilët kur importojmë mallra paranë tonë nxjerrim jashtë, turizmi na ndihmon që të mbledhim para dhe të sjellim në vendin tonë. Sigurisht kjo komponent është në rritje në Kosovë, turizmi dita ditës po ecë, se ka marrë atë rrjedhën e vet, nuk e di me angazhim apo pa angazhim të institucioneve qendrore, por që ndoshta me dëshirën edhe të njerëzve, po edhe me dëshirën do të edhe nga vetë bukuria të cilën vendi jonë e ka. A shfrytëzohet kjo bukuri, me qenë se dolëm në këtë pikë, a shfrytëzohet mjaftueshëm, aq sa ndoshta do të shfrytëzohen në një vend tjetër? Jo, sigurisht që jo. Neve kemi shfrytëzim jashtëzakonisht të vogël, nuk kemi ditë me kthy në potencial të zhvilluar në një të përdorshëm, një diçka që Kosova natyra ja ka fal. Kosovës natyra ja ka fal. Neve për shembull shpeshherë kur kemi dalë jashtë vendit, kur kemi pa vende të tjera, jemi mahnit me bukuritë që i shohim nëpër vende të rajonit, kena harruar që kemi bukuritë jashtëzakonshëm në Kosovë. Për shembull, kur shkon në vende të rajonit ti shef që ato vende asnjë gjë nuk kanë më të bukura se sa që i ki bukuritë e Kosovës. Nuk janë të shfrytëzueshme për faktin se politikat shtetërore kanë qenë të mangëta, kanë qenë të pakta, përkrahja për sektorin e turizmit pothuajse ka qenë e pa dukshme, nëse jo sfundmi me disa politika, qoftë ajo e zhvillimit strategjisë për zhvillimin e turizmit në Kosovë, sigurisht aty janë parapat disa objektiva të cilat prapë nëse mbetet vetëm një strategji, ajo do të mbetet vetëm diçka në letër, sikur jena mësuar shpeshherë në Kosovë me pa edhe nëpër sektorët e tjerë, uroj që të mos mbetet vetëm një dokument i cili është i hartuar dhe të mos vuhet në jetë, për shkak se ato një dokument nëse bëhet, aty duhet me ja përcjell veprimet, po pastaj veprimeve duhet përcjell edhe kontroll me pas se si ato objektiva të përgjithshme po implementohen, do thotë për shkak se çdo njëra objektive ka tani ata specifike. Dhe fatkeqësisht në Kosovë akoma nuk kena pa, i kena disa iniciativa të mira, do thotë që janë ajo e Via Ferrata për shembull në rajonin e Bjeshkëve të Nemuna, ajo Dinarika, që është diçka që Kosova... Në shembull për me u vazhdu me shpresë. Absolutisht që po, por ajo duhet mu përkrah tani me infrastrukturë. Neve jemi dëshmitar të kohës ku shpeshherë infrastruktura rrugore na pamundson me shku nëpër këto vende të bukura. Rasti konkret ishte Gryka Rrugovës, ku po shohim edhe në pamje, pothuaj që e pa kalueshme ose teje rrezikshme për turistët për të shku andej. Dëshira është për me shku, po shpeshherë njeriu edhe ndalet thotë ç'a do të ndodh rrugës. Imagjino turisti kur vjen nga vendet tjera. Vërtet. Nga që ju tha që fatkeqësisht deri tani le të them nuk ka qenë ajo vëmendja e duhur institucionale në këtë sektor. Dhe një gjë është e sigurt që kanë qenë biznese të ndryshme të cilat
me forca vetanake kanë zhvilluar turizmin deri këtu ku po flasim sot. Megjithatë, le të themi që kjo nuk është as pak e lehtë, përderisa përmendet ko paskuar që këto biznese, këta pronarë janë detyruar të merren edhe me gjërat më elementare, siç është infrastruktura që u përmend, pastaj rryma, dërgimi i gjërave të cilat sigurisht nuk do duhet të mendoheshin apo jo. Cilat janë në përgjithësi sfidat me cilat po përballen? Sigurisht ata që thatë juve, na jemi në kontaktet përditshme me sektorin e bizneseve. Kjo na duhet edhe për faktin se ne edhe kur bëjmë hulumtime, tashma s'mund t'i ikim sektorit biznesit. Në Kosovë, ekskluzivisht është bë vetëm nga sektori privat. Dora e shtetit vërtet ka qenë e pakët, për mos me thënë, e pa dukshme. E thatë, me që për shop bjeshkët e nemuna, këtu kemi bizneset të cilët kanë qenë të detyrune me ndërtu rrugën vetë, me dërgu rrymen me mjetë vetanake, cila nuk do të duhet të ishte ngarkesë e sajnë. Në vendet e rajonit na kemi, çka po na mungon në Kosovë? Në Kosovë po na mungon ai bashkëndimi. Punat të cilët do duhet të bëhen nga shteti, po nuk po kryhet, ta thojmë ashtu. Nuk e kemi lanë çdo gjë të kryhet nga ana bizneseve. Tani, nga sektori privat mjafton që ata kanë gatishmërinë që të investojnë në Kosovë. Ne bëjmë apel, eja investoni, eja zhvilloni vendin, ndërsa pjesën e cila na takon, pjesën e cila takon sektorit shtetëror, nuk bëhet. Tani, si do në me ftu aktert bizneset, si do në me tërhek kapitalin e huj, kur ai s'ka ku kalon. Nuk ka infrastrukturën minimale të quajmë, themelore të quajmë. Rruga nuk është ma luks, rryma nuk është ma luks. Po flasim për shekullin 21, nuk po flasim për shekuj ma parë. Dishka që unë nuk shpesher kur bëjmë analiza, ne shoh marë Italinë, marë Zvicrën, në pejsazhet të cilat i ka Kosova, ne në rangojnë me bukurit e Zvicrës. Ne mbajnë krahasim Kosovën, malet e Kosovës me malet e Zvicrës. Por me hy me studiu, me hy pak me hulumtu infrastrukturën atje, nuk është e pa krahasueshme me Kosovën. Po unë nuk po krahasoj me vendet e Bashkimit Evropian. Unë po krahasoj me vendet e rajonit. Vendet e rajonit kanë bërë shumë hapa ma përpara, kanë dhënë shumë ma tepër rëndësi infrastrukturët. E kanë pa se sektori turizmit është 1.5 fushave kryesore për zhvillimin e një vendi. Cili do vendi. E aq ma tepër për vendeve në tranzicion, të cilat janë vende në zhvillim, që është sektori më i lehtë për të ardhur deri te punësimi. Gjithatë, diçka shumë e sigurt që gastronomia ndikon pozitivisht, pavarësisht me gjitha këto sfida. Prandaj ne kemi inkorporuar në këtë pjesë të bisedës edhe një lidhje të drejtë për drejtë me Prizrenin. Dihet që Prizreni është një për intervista e Norës, po e kapim ka fundi, Iliri e përmendi që tashmë është diskutabile vendosja e taksës akomodimit në Kosovë. Madje dhe pak ditë edhe në pej do të diskutohet më seriozisht kjo çështje. A jemi ne gati si shtet, flasim, për të vendosur një taks akomodimi për turistët? Kjo vërtet është, sfundi është një temë e cila unë edhe kam ngritë si çështje kur e pash që Komuna e Pejës kishte hartu draftin për taksën mbi akomodim. Gjitha vendet të cilat kanë turizëm zhvilluar vendosin taksën. Dhe ajo nuk guxojmë ta shohim me sy të keq. Për shkak se sigur që tha edhe parafolsi nga qyteti i bukur i Prizrenit, ato shërbejnë për të mirën e sektorit turizmit. Aty ju jepet një destinacion i caktuar, qoftë për promovim, qoftë për një arsye të caktuar. Mirë, po parashtrohet pyetja,
cilat hapa kemi i ba neve para se më ardhe deri te kjo. Po vujmë neve nga mbi turizmi, për shkak se këto taksa vendosen një për në aspektin pozitiv, që me ato që thash më përpara, po edhe në aspektin pozitiv ta quajmë kur kemi mbi ngarkesë me turista. Për shembull Venecia që ka vendosur taksën. Venecia ka vendosur taksën dhe taksa është e lartë. Për shkak se ajo dëshiron që nëpërmes saj me kufizu numrin e vizitorëve. A jemi neve në atë stad që a kemi nevojë me kufizu? A kemi nevojë për të kufizuar? Unë besoj që akoma jo. Sigurisht unë besoj që komuna qoftë ajo Pesë apo ajo Prizrenit, të cilët kanë vendosur me bani një provë të tillë, janë këshilluar me bizneset lokale dhe kjo bëhet në koordinim me bizneset lokale, po edhe me komunitetin lokal, edhe me vendasit. Për shkak se në vende turistike edhe banorët kanë përfitime për turistëve. Qoftë me lëshim në formë B&B ose prandaj duhet pyeten që gjithë qytetarët, duhet pyetet sektori i biznesit dhe nëse ata janë dakord se jo, mirë po unë besoj që neve do të duhem me para. Ne mas pari në turizëm vlen një thanje, ta ndërtojmë vlerën, pastaj të marrim pisarjen. Jo të marrim dhe pasi të kena marrë me ndërtu vlerën. Cila komune ka bën një kartë të turistit. Që për shembull një turist nëse që me stimulu që turistët marrin sa më tepër. Neve kemi Prizrenin, vërtet është pe qyteteve që ka më shumë të vizitorë nga turistët kemi, po ashtu edhe Pejen, po shifrat statistikat së fundmi nuk na dalin që kemi mbi popullim të turizmit. Të paktën kemi rritje nga viti në vit, profesor? Kemi pas rritje, viti i kaluar e kena mbyll me mbi 4% të netëve të turistëve që kanë qëndruar në Kosovë. Po nëse krahasojmë shkurtin e këtij viti me shkurtin e vitit kaluar, kemi rënje të numrit të turistëve. Prandaj duhet kemi kujdes me një sektor i cili është akoma në rritje, akoma në zhvillim, akoma jo stabil, akoma jo stabil, të vendosim taksa ose të provojmë gjëra të cilat nuk i shkojnë në favor. Mundemi me bë gjëra promovuese, mundemi me bë, sigur thash më përpara, një kartel të turistit, një subvencion gastronominë për gjithë turistat që vinë, shkojnë, ushqejnë në një lokal hotelier ose restoran, me subvencionu për çdo turist, me subvencionu agjencionet turistike të cilët për çdo turist që sjellen në Kosovë me pas një shumë të caktuar për ta. Ka forma të ndryshëm që do të mund banin përpara se më ardh deri te vjelja e taksës. Unë parapëlqej, unë sa herë studioj, shfletoj, shoh cilat janë format stimuluese përpara se të shoh ato format, ndoshta është e vërtetë me thënë format destimuluese. Dhe më mirë është që të provojmë me format që stimulojmë, që më ardh, më mirë është që të shohim diçka tani na pret sezoni i verës, që edhe parafolsi tha ne kemi Kosovën masa më e madhe turistave na bëjnë bashkëdhëtarët. Ne më mirë të përgatitemi për atë fluksin dhe ne bashkëdhëtarën e kemi turistin më të gjatë në Kosovë. Bashkëdhëtarët rrinë në Kosovë dhe më besnik. Po e ki më të gjatë, më besnik dhe e ki ambasador të vendit tënd. Edhe ndoshta më të na vlerësuar, duhet thënë edhe këtë. I marrim si të mirëqenë. Absolutisht po. Matë nuk i vlerësojmë. Ashtu siç thuni ju, i marrim si të mirëqenë, ata vinë në shtëpinë e vet. Po megjithatë, gjeneratat po ndryshojnë. Gjeneratat e reja ne duhet t'i marrim afër vendit tonë. T'ju japim, t'ju bëjmë ta njohin kulturën, t'ju bëjmë aktivitete, t'ju organizojmë ture të ndryshme nëpër vendet tona të bukura të cilat e kemi. Ato që thash edhe më herët, qoftë në malet e Sharit, qoftë në për destinacione të ndryshme, shtigje të ndryshme të cilat i kena në Kosovë. Pse mos bëjmë dhe të organizojmë dhe ata ta shijojnë edhe verën kur të vinë në Kosovë. Ata vinë 2 herë në vit, po që të 2 herat në vit kanë çka me pa në Kosovë. Dhe neve mund të bëjmë diçka që ata t'i marrim afër vetes. Mos t'i lajmë tikin. Unë friksoj që shumë shpejt ata kanë me gjetë destinacione tjera turistike. Veç ka të rit që
shpeshherë tentojnë me zëvendësu. Po ne nuk guxojmë me lanë ata. Do thotë e kemi besnik dhe po edhe ne duhet t'i rrim besnik atyre. Vërtet, po besoj që në zhvillimin e turizmit viteve të fundit një rol shumë të rëndësishëm ka luajtur edhe organizimi i festivaleve, siç e përmendet fakti që një turist që vjen në Kosovë zgjedh Kosovën jo vetëm për shkak të bukurive natyrore, por edhe për shkak të aktiviteteve të cilat organizohen, qoftë kulturore, qoftë sportive, siç i përmendëm më herët, kështu që po besoj se edhe në këtë aspekt duhet me pas shumë kujdes që me suportu të tilla organizime, sepse këtu pastaj përkthehen edhe në shtim të turistëve. Megjithatë, teksa thatë që po ndrohen gjeneratat, po ndrohen shihet, po ndrohen edhe kuadrët, dhe tashmë mund të themi që çdo herë më shumë po kemi kuadro profesional të ekspertëve të turizmit, studentët cilët e zgjedhin pikërisht turizmin dhe ku edhe jo padyshim një prej universiteteve atë të Ferizajit ligjeroni dhe mundeni me vrejt se sa në fakt po shtohet kërkesa ose sa po jepet rëndësi faktit që të kenë në biznese njerëz të profilizuar në këtë aspekt për të dhënë ndihmë profesionale. Këtu, në këtë pikë, a jemi duke ecur në hapat e duhur? Sigurisht që për të zhvillu turizmin duhet një bashkërendim i gjithë akterëve. Në mesin e këtyre akterëve rol mjaft rëndësishëm luan edhe arsimi. Ideja e universitetit ka qenë që këtë boshllëk qoftë i joni apo edhe programe të tjera të universiteteve të tjera, po i joni në veçanti ka qenë që të mbulohet një boshllëk i cili ka ekzistuar në Kosovë. Në Kosovë nuk kemi pas turizmolog. Ta quaj ashtu të shkolluar, kemi pas njerëz që kanë dashur natyrën, kemi pas njerëz që kanë qenë të apasionuar si hobi, po jo që ka pas profesion akademik. Ne po e bëjmë punën tonë, është një nga gjanat kryesore që do duhej ta ndihmonte sektorin e turizmit. Si asnjëherë më parë Kosova tashmë ka njerëz të edukuar, ka njerëz të shkolluar, ka njerëz për shkak se duke studiu turizmin. Ideja e saj është edhe që ti më dash vendin. Sa më tepër që studion turizmin, aq më tepër e don vendin tënd, se nëse ti shikon një shteg turistik, ka me ta ngjall atë dëshirën që me shku me vizitu, po kur të shkosh ta vizitosh, ka me të ngjall dëshirën dhe me promovu. Dhe në këtë aspekt, kurikulat tona po e bajnë punën e vet. Por tani një çështje të cilën ndoshta prap do duhej një kthim shikimin nga aspekti i organeve shtetërore qeveritare. Të rit po shkollohen, po sektori privat nuk mund t'i merr të gjithë në setrën e tij, do t'i punësoj gjithë. Prandaj në këtë aspekt do të duhej na vinte në ndihmë edhe sektori shtetëror qoftë me ndonjë startup, qoftë me ndihmë financiare që ata marrin në universitet të ne studentët tanë në formsohen për shumë vendet të punës. Për shembull, po jo vetëm, ata një komponent jashtëzakonshëm e kanë ndërmarrësinë. Ata mësohen të bëhen ndërmarrës, ata mësohen të ngjuhen në treg dhe të marrin iniciativa, të marrin riskun mbi supët e tyre. Mirë po, nëse neve nuk i suportojmë ata, nëse neve nuk i ndihmojmë në aspektin e startupeve, në aspektin e disa fondeve, atëherë ata kanë me mbet disi sikur të lanën pa përkrahje. Sektori privat nuk ka me mujt me i marrë të gjithë në punë. Ata normalisht ne i përgatitim jo vetëm për sektorin privat, i përgatisim edhe për sektorin shtetëror, po mbi të gjitha i përgatisim që ata me pas në dorë të ardhmen fatin të ardhmen e tyre. Por këta duhet bashkërendohemi, këtu duhet na vinë në ndihmë edhe pjesa qeveritare, fondet të ndryshme të cilat do të ndihmoheshin. Ka ndonjë dritë në fund të tunelit? Sigurisht që po. Ka tashmë turizmi nuk është më
nuk është ma një tabu, një diçka e panjoftun për neve. Vetë fakti që ne po flasim në mediat për ditë kemi kronika që i kushtohen turizmit, kjo është mjaft. Kemi, thash, Ministria e Tregtisë dhe Industrisë fundi ka bërë disa veprime, qoftë hartimin e strategjisë, qoftë ligjin për turizëm, ato janë shumë hapa të mëdha. Mirë, po tani duhet t'ja bashkangjisim veprimin. Duhet të ndihmojmë ato që thash edhe më herët. E kuptoj. Mirë, është një gjë e sigurt që ka shumë ende punë për të bërë në këtë aspekt, por ne do të jemi këtu, çdo herë duke përcjellur çdo zhvillim, të cilat shpresoj shumë që të jenë pozitive, shpresoj të jetë një verë e mbarë për të gjithë ata të cilët e presin verën. Unë ju falenderoj shumë për kohën që gjatë të ishte sot pjesë e programit tonë dhe për kontributin që dhatë në këtë temë. Faleminderit juve.